Ju duen vetëm 4 përbërës dhe do shpëtoni nga rënja e flokëve. Përbërësit janë një vezë, një banane, një lugë gjelle mjaltë organik, gjysmë filxhan birë. Hidheni të gjithë përbërësit në një shtrydhse. Shtrydheni mirë derisa të formohet një masë homogjene. Është mirë që ta aplikoni maskën pasi të keni larë flokët me shampo për të siguruar që koka të jetë e pastër. Pasi ta aplikoni maskën, mbështilleni flokët me një qese dhe mbajeni për jo më shumë se 2 orë. Në fund e lani kokën si zakonisht. Të gjithë përbërësit kontribojnë në forcimin e rënjës së flokëve dhe në daljen e çimeve të reja. Për shembull, banania pengon formimin e majave të flokëve. Mjalti përmban vitamina dhe minerale që stimulojnë rritjen e flokëve. Ai është gjithashtu i pasur me antioksidues që riparojnë flokët e dëmtuar. Bira është e mirë për trajtimin e flokëve pasi stimulon rritjen e tyre falë lëndëve ushqyese që përmban.